është përuruar pikalimi i përbashkët kufitar One Stop Shop Blac Hanje Lezit. Të pranishëm në këtë ceremoni ishën kryeministrat e dy vendeve, i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski dhe i Kosovës Albin Kurti, shoqëruar edhe nga ministrat të tjerë të dy qeverive. Kryeministri Kristian Mickoski në fjalën e tij gjatë vendosjes në funksion të sistemit One Stop Shop mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, tha se kufiri nuk duhet të jetë mur, por duhet të jetë urë që lidh njerëzit, idetë dhe mundësitë. Mes tjerash Mickoski potencoi se kur ka vullnet të sinqert politik, nuk ka sfidë që nuk mund të kalohet. Kufiri mund dhe duhet të jetë urë jone përbashkët, urë e cila lidh njerëzit, idetë dhe mundësitë, urë përmes së cilës flasim dhe flitet për besim, bashkëpunim, shkëmbim ekonomik, zhvillim të kulturës dhe të turizmit, urë të cilën do të kalojnë miliona qytetar, por edhe miliona shpresa dhe plane. Kjo iniciativë dhe nisëm është vërtetim që kur ekziston vullneti sinqert politik, vizioni përbashkët dhe çësje pozitive, nuk ka sfidë që nuk mund të kalohet. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në vendosje në funksion të sistemit One Stop Shop tha se qytetarët e të dyja vendeve do të kontrollohen vetëm në hyrjet e shtetit pritës dhe se të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes sistemit të përbashkët teknologjik. Tutje Kurti tha se policët do të punojnë krah për krah me njëri tjetrin. Është kënaqësi që sot pas një kohe të gjatë angazhimi e përkushtimi po përurojmë një projekt rëndësisë së veçantë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Krijimi i pikave të përbashkëta në vendkalimet kufitare Hanje Lezit Blac dhe Globoqic Jazhinc janë më shumë se sa infrastrukturë kufitare. Janë pika të reja bashkëpunimi dhe shërbimi që lidhin edhe më shumë dy shtetet tona dhe forcojnë edhe më tej fqinjësinë tonë të mirë. Ndërkohë zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti tha se kjo nismë do të lehtësojë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ka momente në histori ku një thirrje e vetme i flet gjithë botës. Thirrja jone përbashkët solene nga ky vend është integrimi tani. Në Blac, aty ku para 26 vitesh u vë në test njerëzimi dhe përcaktimi i tij për lirinë, për bashkimin, për të ardhmen, sot simbolikisht po nisim një histori të re të bashkëpunimit për zhvillim dhe për përparim. Sot me inaugurimin e të shoqëruarit One Stop Shop, sistem të menaxhimit të kufirit, ne po shënojmë një moment të rëndësishëm për lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave si një postulat themelor i bashkimit evropian. Në këtë frymë, ne edhe praktikisht po hedhim hapin e radhës drejt realizimit të konceptit Evropa pa kufi. Dhe kjo maksim vlen jo vetëm për kufit fizik që ndajnë vendet e Ballkanit, por edhe për kufit mendor që ndajnë bashkëpunimin nga paragjykimi, fqinjësinë nga friga, zhvillimin nga izolimi. Të nderuar të pranishëm, integrimi nuk është vetëm proces politik, është vizioni ynë për një të ardhme pa mure, pa kufit që ndajnë, por me ura që lidhin. Për një Ballkan të paqes, të zhvillimit, të drejtësisë, për një Europë që mban premtimet e veta dhe nuk ndalet në pragun e derës sonë.